programet, as nuk janë temat sociale, nuk janë as planet e tyre, as projektet e tyre që kanë me realizua në 4 vitëshin e ardhshme nëse ka me shku për 4 vjet, po gjithmonë ka me është arsyeja kryesore fajtori. Nëse e marrim pasaj partinë pushtet, partia në pushtet e ka edhe një levë ma tepër në fushat që po e përdor, që se kanë parti tjera dhe mundi menoj që edhe zgjedhjet e 20 dhjetorit, po dhe këto zgjedhje janë të pa drejta, nuk janë të barabarta, për shkak se nëse ti jenë pushtet dhe përdor paranë publike, me shprendau para gjithkohën në mes fushatës, 2 javë para zgjedhjeve, kjo e bën ngaren të pa drejt me parti tjera politike që garojnë me ty në zgjedhje për shkak se ato nuk kanë buxhet shtetit me fillu dhe me shprendau që shprendon ti. Dhe nëse e shohim pra parat për fëmijët, për lehonat, për pensionistët, për punëtorët e sektorit privat, pikërisht 2 javë ose më pak se 2 javë para zgjedhjeve, kjo ngaren e zgjedhjeve bën shumë pa barabart, edhe nuk është kjo hera parë, kjo ka ndodhur edhe në zgjedhjet lokale, ka ndodhur edhe në rastin e balotazhit, ka ndodhur edhe me zgjedhjet e 20 dhjetorit. Hajde zgjedhjet e 20 dhjetorit u kurorëzu një farë mënyrë me fundin e vitit dhe u arsyetu që në fund vetë si zakonisht shpendohen pak para ma shumë për kategori që janë më të cënueshme, po tash që jemi domethënë para zgjedhjeve nuk kemi as në fund vit, domethënë kjo është në një farë mënyrë është blerje e territorit politik me para publike dhe garen në esencë e bën shumë ajo demokratike dhe shumë ajo të barabart me parti tjera politike që janë ngarë me vendosjen që është pushtet. Deda. Deda.